Je imam në Mitrovic, në xhamin kryesore. Nuk di pse I thoni e Zallit. E betonit është. Ja, ka histori e Zallit. Ha. Aty është shit Zalli më herët. Edhe për atë është. E për atë, që shtot jesën do emna bismillah. Po. Da emna kanë jesën që shtot kanë herë, po më në rasti, po jesën që shtot. Po. Ajo xhami ka histori interesante, domethënë realisht unë nuk e di shumë mirë historinë, ti e din shumë mirë në detale unë më mungojnë, shumë detale mungojnë, po hoxha I nderuar Mulla Slani na tregonte, ai ka pas një ditë mira për histori, edhe kemi përfituar për ti Zoti e mëshiroft, edhe realisht ai ka qenë një prej njerëzve kryesor që realisht edhe unë jam në xhami aty. Allah e mëshiroft, është përbleft për modestinë, kujdesin se unë I kam qenë realisht si nxënës, unë kom mësuar kur më kon I ri, pastaj kemi shkuar bashkë në një xhami. Edhe interesant, domthonë hoxhi I nderuar Muhamet, atë ditë kur I ka ardhur dekreti I pensionimit, edhe pse kuriosia ka respektuar tiri në fund dhe normalisht e ka zgjatur mandatin, po dikur dosh me bëni dekret, edhe atë ditë nuk hypi ta mon në kursimin më I ders. Sa ai më ke dersin e kursis në xhumë, e unë më isha hutbën më. Edhe I thosha më hutbën ja kanë, as nuk e fal kë namazin, as nuk del kë hutbë. Aty imam I xhamis ta veç kursi ta kisha, po kursin e kiti I des apo. Atë ditë domon kur e ka përfundu, nuk hyp kë më. Tash hoq të lut në mos më ngushto, vazhdon kursi tash se kursi është e jotja apo. Jo Allah e tha më javën. Tash që dekat e kumpri tha, unë tha mos jam imam këtu më I tha si xhamat më ardh, edhe sinqerisht nuk ka I mundi sa ka dek apo. Respekt edhe po mënoj për ai tregonte se më fal këtu hoxhallar të tipit till kam bindje që I till ka qenë shumë Mulla Aslani e kanë pas edhe një rati se ku po la topin. Kush po e vazhdon. Domethënë jo me modesti duhet me pa këtë çështje, po është një rahat. Është një rahat, sidomos kur e ka pa për disa ai nuk e di. Bile një herë më në mend, Allah I mëshiroft, mas namazit, tha, o djallë, unë e kisha përfunduar fakultetin, apo më duket e kisha përpa. Tha, a do më bëu ti imam çfarë që do më bëu? Në të kuptim atë që iniciativa ka qenë, kuptim që xhamia po rrend tash unë po eci kështu më radh. Allah I mëshiroft. Na kanë mësu me dash të fen. Elhamdulillah. Na kanë mësu me dash të venin, me kontribuën na kanë mësu, elhamdulillah. E xhamia Zallit kam se është I Zallit aty.